Një valë tensionesh tregtare ka nisur me Shtetet e Bashkuara dhe partnerëve të saj ndërkombëtar pas vendimit të presidentit Donald Trump për vendosjen e tarifave të reja doganore. Masat e reja që hyn në fuqi këtë të premte parashikojnë taksa shtesë nga 10 deri në 12.5% të produkteve të importuara nga rreth 60 vende, të cilat përbëjnë pjesën më të madhe të importeve amerikane. Administrata Trump argumentoi se vendimi bazohet në një hetim disa mujor mbi pretendimet për përdorimin e punës së detyruar në zinxhirët e prodhimit të mallrave që eksportohen drejt tregut amerikan. Sipas Washingtonit, vendeve përkatëse nuk kanë ndërmarrë masa të mjaftueshme për të parandaluar këtë praktikë. Reagimet nga partnerët tregtar kanë qenë të menjëhershëm. Bashkimi Evropian e cilësoi vendimin si një surprizë negative, ndërsa hodhi poshtë akuzat për përdorimin e punës së detyruar në prodhimet evropiane. Kundërshtimet ndaj tarifave të reja kanë shprehur edhe Zvicra, Australia dhe Brazili, ndërkohë Norvegjia ka bërë të ditur se nuk planifikon masa hakmarrëse ndaj produkteve amerikane. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë ka sqaruar se disa kategori produktesh do të përjashtohen nga tarifat, përfshirë importet e naftës, gazit dhe mallrat që nuk mund të prodhohen në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët amerikanë deklarojnë se sistemi i ri synon të krijojë më shumë siguri dhe parashikueshmëri për bizneset pas ndryshimeve të shpeshta në politika tregtare gjatë viteve të fundit. Megjithatë, vendimi pritet të sjellë debate të reja mbi marrëdhëniet ekonomike mes SBA-s dhe aleatëve të saj.